edhe kur fillova me apliku në përpuna, askush nuk e ka marrë përsi për certifikatën, as nuk e ka lexu besoj askush. Po kjo ka qenë, ndështë muna me thonë si sfida ose ullja me thonë që kom përjetu me e madhe ndonjëherë në jetë, ka qenë pikërisht kur jam kthy për Gjermanisë. Për shkak se në bësh arrita me marrë një certifikat super të mirë, që nuk është e lehtë me fitu, për shkak se pa qenë e përkushtume në maksimum, me orar të rregullt, nuk mundesh me marrë një review të tillë. Dhe kur fillova me apliku në puna, se në kohën tonë inxhinieri kompjuterike nuk ka pas numër të madh të femrave që kanë studiu inxhinieri kompjuterike. Ka qenë një numër pak më i vogël, edhe përkraja nuk ka qenë ashtu si ndeshta është tash, fatmirësisht që kanë fillu me ndryshu gjërat. Edhe kur fillova me apliku në përpuna, askush nuk e ka marrë përsi për certifikatën, as nuk e ka lexu besoj askush prej kompanive. Pavarësisht që ti ja ke dërgu qoftë me email ose edhe kështu personalisht fizikisht si dokument, po thjesht nuk e kanë marrë përsi për, edhe kjo ka qenë dëshprimi më i madh që e pata përjetu në atë kohë, edhe nuk e harroj asnjëherë.